për shkak ndikimeve tyne në tender, 35 milion euro, apo kështu me radhë. Unë po t'jap disa shembuj të sektorit, pra se është me rëndësi me pas, se s'po di apo kuptohemi drejt. E ke Nagib Krasniqin, i cili është arrestuar për ndikimin e tij në tender. Tender. Aq ashtu. Po. Ky i njëjti Nagib Krasniqi është ftuar nga Deon Amioli. Sipas vetë vendosjes është arrestuar për shkak se prokuroria është e kapur nga PTK-ja, se nuk do të arrestohej dot. Po dhe tash, domthonë edhe lufta në Ukrainë i pengon, prokuroria i pengon, Xhiri Ormuzit i pengon, gjithë arsyetimet s'kan skaj. 6 vjet arsyetime. Tash është kapur i tillë. Në të njëjtën kohë, po ky Nagib Krasniqi është dokumentuar që Deon Amioli e urdhron. I thotë neni vnojeni kapuç, sipas një mesazhit e ja të shok këtu. Pra, maskohu me një fjalë thotë, se kapuçi për qëllime të maskës, nuk ka pse bie shi. Nuk i thotë ai vnoje një kapuç se është duke rrah shi e mos të akon flukt. Po i thotë vno në kuptimin e maskimit. Maskohet vit shoh. Dhe kjo ndodh. Në anën tjetër, Albani ka edhe dy probleme të mëdha. Tjera. Ke një Martin Berisha, i cili po ashtu mirët me energji, i cili ka blerë e shitur apo ka ndërmjetësuar blerën e shitjen e energjisë, duke përfituar qindra mijëra euro miliona në kontët e tij, të cilat më pastaj ai ka të rregull nga bankat e Kosovës. Kush është Martin Berisha? Është ish këshilltari i kryeministit Kurti. E ke tani rastin e fundit ku një deputet i vetëvendosur, i cili ka qenë legislatur me mua, e ju pameti, pra i cili është në një biznes me një person i cili ka hapur një biznes tjetër dhe tash ai përfiton 10 miliona euro. Po nuk ishte në lidhje direkt, në linjë direkte, se do ta përdor tash argumentin e zotit Ahmeti, nuk ishte në këtë biznes të rrymës në ortakrime. Jo në biznes. Ata janë ortak në bizneset të tjera. Në një biznes tjetër. Dhe po çto problemi kësaj. Domthonë, nëse nuk e vrejmë atë problem, atëherë unë e kum thonë edhe në kuvend. Se më thanë ku e ka lidhjen, thash unë nuk më mjë gjetë juve të i ndo paret. Unë po tregoj lidhjen, po t'i tregoj shkaqet. Çka janë? Çdo herë një i afërm i lëvizjes vetëvendosje, një person i cili